Bergamo è un luogo dove il tempo sembra seguire un altro ritmo, fatto di passi lenti ma costanti, come la ruota di un ingranaggio che non si ferma mai. Pastaj që kam bu familje, kam kriju familje, besoj që nuk është gjë e rëndësishme, po është me atë të rëndësishme si që është familja dhe gjë që më ka bu të qaj, të lumturuar dhe të gëzuar, të them, në gjitha bashk aspektet dhe ka qenë ajo gjëja që më ka bu me besu në diçka që është gjithçka e mundër në jetë, sepse kur kam fillu sigurisht që nuk kam mendu që do arri në këtë nivel. Sono Bera Gym City e vivo a Bergamo. Impaktin e fillim ka qenë sigurisht shumë i vështirë, sepse të them drejtën nuk ka qenë që kam shikuar shumë futbollin italian, kam shikuar më shumë futbollin gjerman, se është e lidhur më shumë me Zvicrën dhe Gjermaninë, kështu që kemi shikuar më shumë në televizion futbollin gjerman. Po prap besoj që kur ka qenë ftesa e Atalantas kam shikuar në televizor dhe kam shikuar lojët e Atalantës. Ajo që më ka shty me lonë Zvicrën për Italinë ka qenë sigurisht futbolli, ka qenë aftësitë e Italisë në futboll, siç e dim, ka qenë një shtet më shumë i përparuar se sa është Zvicra dhe është më shumë e zhvilluar dhe ka qenë për karrierën, vendim për karrierën time dhe për suksesin në të ardhmen dhe besoj që ajo ka qenë gjëja më e rëndësishme për mua. Këtu tash jemi akoma në qytet Alta quhet në Bergamo, kështu që është një arkitektura shumë e bukur dhe rrugat shumë të ngushta, siç kanë qenë në kohët e përparshme. Dhe një vend shumë i bukur që është plot me turista, vinë e shikojnë këtë vend të bukur. Dhe unë shpesh kur jam në pushim vi me familjen time me kalu pak kohën. Posso fare un film qua. Tra i sentieri nascosti e le strade della città, ogni angolo racconta una storia di laboriosità, ma anche di passione. Non c'è spazio per la vanità. Qui il vero valore è nel fare, nel costruire, nel mettersi alla prova ogni giorno. Besoj që aspekti që është që i bashkangjitën në zonën industriale dhe siçatë dhe me punën, besoj që janë njerëzit që e bojnë bashkë, që është e ndihmë edhe në gjithë Italinë për gjithë ato sakrifica që kanë bërë si punëtor dhe Bergamo është një vend i famshëm për edhe besoj që shihni edhe vetë në këtë qytetin e vjetër që gjithë këto punë të bukura që kanë bërë në kohën e kaluar, besoj që ka qenë shumë mirë dhe vështirë dhe besoj që ajo sakrificë besoj në fund ka qenë lumturi dhe është bërë shumë e bukur. L'Italia è uno dei nuclei mondiali di produzione delle valvole e dei rubinetti, per un fatturato complessivo di 9 miliardi e 3 con un export di oltre il 75% e 30.000 addetti. In particolare a Bergamo c'è una specializzazione in valvole industriali. Oltre a Bergamo c'è anche Brescia dove si producono valvole per applicazioni civili, Novara dove c'è una concentrazione in particolare di rubinetteria sanitaria. Anche noi abbiamo le nostre palline, questa qui è la sfera che è il componente principale della valvola che serve per aprire e chiudere il flusso, che sia gas, acqua o altro. In particolare a Bergamo c'è una fiera molto importante a supporto dell'industria. A Milano invece c'è una fiera da tanti decenni che sostiene tutto il settore della rubinetteria sanitaria e civile. Janë shumë punëtor, siç e dinë gjithë Italia, kanë shumë sakrifica në jetë dhe japin gjithçka për familjen e tyre dhe për punën që bëjnë dhe karakteristika që është shumë më e forta që kanë, besoj që është dashamirësia që japin njerëz. La qualità e i valori che caratterizzano le nostre aziende hanno anche una grande sintonia con i valori dello sport, tant'è che buona parte delle aziende associate a Viere sostengono
attivamente iniziative sportive, gare e squadre locali. Berat Gym City. Il suo stile è come quello delle industrie che circondano Bergamo. Niente fronzoli, solo competenza, precisione e l'arte del fare bene. Sigurisht që ndihem pak i Bergamas, sidomos sepse në mentalitetin jemi pak a shumë të njëjtë siç ata njerëz që i kam njoftu edhe besoj janë shumica, njerëz që janë shumë punëtor, janë shumë të drejtë dhe besoj bojnë shumë sakrificë dhe besoj që ajo edhe përshtaten me mua si njeri dhe ndihem pothuajse është shtëpia e dytë e imja. Ciao ciao. Ciao ciao a tutti, bene bene. Ciao ciao. Va bene? Bene bene, stanno bene. Siç mund ta them është besoj që ka ndryshime, ka shumë ndryshime, jo vetëm pak, sepse sidomos në futboll duhet të jesh një farë lideri, një farë të them, e pas edhe një farë agresivitetin e fush, sidomos në rolin që e kam unë si mbrojtës. Dhe nuk është që në jetën e përditshme jam ashtu, se në shtëpi jam shumë i thjeshtë, kam qef me nejt me familjen, me kalu kohën me familjen, me fëmijët e mi. In Salento vieni, giù Sì, in Salento. in Salento. Devo venire, dai, da godermi. Tash jemi të shku te një grua që është në Itali thonë mitika e quajmë, sepse është mitika Giuliana e thirrim dhe është besoj më e famshme se gjithë futbollistët që luajnë për Atalantën dhe besoj që gjithë Bergamo e njeh dhe ka qenë aty në atë restorant. Ciao, ciao, ciao. Com'è? Ciao Berat, mazza, poi bene? sempre più alto. Tutto bene? Sì, grazie. Buongiorno, ciao, com'è? Tutto bene? Questi sono i famosi casoncelli. Erano i ravioli poveri perché si usava la carne che restava avanzata, poi si mette pancetta, scottennata, un po' di burro e salvia. E sono i famosi casoncelli alla bergamasca. Vështirësitë sigurisht që kanë qenë shumë të mëdha, sidomos që kam qenë shumë i ri, me 22 vjet kur kam ardhur thosh që nuk e njeh askon dhe normalisht që duhet të njohësh njerëzit, kështu që ka qenë një gjë që këtu kam gjetë se edhe banesën e Giulianës e kam pas kur kam hi në fillim në banesën e saj. Dopo ogni partita mi Ogni scrive. partita io gli scrivo, sono dei complimenti se no, giustamente, ma quando fa il gladiatore glielo scrivo. Po, besoj që ka shumë gjëra të njëjta siç janë italian dhe shqiptar, sidomos kur kam qenë shumë poshtë në sud, besoj që janë shumë gjak nxehtë atje se sa në nord dhe besoj jemi pak a shumë të njëjtë, shumë familjar, shumë të nxehtë, shumë mysafir dhe besoj që gjithë i presim me duar të hapur siç janë edhe italianët. Grazie Prego. mille. Ciao ciao. Unë mbaj mend në fillim ka qenë edhe të unë e njëjta gjë kur kam ardhur këtu, kam fol ka qenë atëherë drejtori Sartori, ka qenë atë kohë dhe gjëja që më ka thonë të marrin në ekipin tonë, sigurisht që më ka thonë gjithë ato vlera që duhet mi pas edhe për me lutë në këtë klub, po edhe nuk e harroj dot që atëherë në atë kohë që më ka thonë ne jemi një klub që rrisim lojtarë të ri dhe i shesim pastaj në klube më të mëdha. Po që situata ka ndryshuar me kalimin e kohës që Atalanta u bë një top klub në vitet e kaluara, kështu që nuk është më e njëjtë, po prapë besoj që i vlerëson shumë lojtarë të rinj. Është gjithmonë dresi gjithmonë duhet të ndjersitësh, quhet është një logo që është i shkruar me mbrapa në dres. Dhe besoj ajo thot gjithçka që ta lesh shpirtin në fushë, ta lesh gjithçka në fushë, edhe pse në humbjen e fitore, që më rëndësishme është që pas lojës ke thonë që kam vënë gjithçka.
Ëndra ma bukur dhe ma mira që kam përjetu këtu është sigurisht fitoria e Europa Ligës dhe besoj që ajo është çështje mbitor dhe është gjë e rëndësishme deri tani që kam arritë këtu në karrierë. L'ho anche incoronato, questo pallone me l'ha dato lui. Sì, della Champions. Firme usato, che bello. Grazie Berat. Prego, grazie a te Giulia. Non c'è bisogno di parole per fare rumore. Qui il lavoro parla da solo. Ogni vittoria è il risultato di un impegno collettivo, dove la forza è nella continuità. Come in campo, anche nella vita quotidiana, Bergamo dimostra che la vera potenza sta nella disciplina e nella costanza. Të them të drejtën, duhet të mbajnë në mend atë djalin e thjesht, djalin punëtor, atë djalë që ka dhënë gjithmonë gjithçka për këtë fanell, për këtë qytet dhe shpresoj që kanë vetëm gjëra të bukura të thonë për mua dhe të flasin. Nuk dua tash të mendoj atë moment kur do e leo karrierën ose kur do e largona nga Atalanta apo jo dhe shpresoj vetëm që kam lënë një shenjë të mirë në gjithë këto vite dhe të flasin vetëm bukur për mua siç edhe unë mund të flas vetëm bukur për gjithë Bergamasë.